Kufijt toksor mund të mbyllen, por ato të muzikës qëndrojnë gjithmonë hapur duke bashkuar popujt. Shkodra u bë qyteti mikpritës, ku artistë nga i gjithë Ballkani performuan së bashku për disa net me radhë. Për drejtorin artistik, profesor Lorenz Radovanin, realizimi ishte i vështirë për shkak të pandemisë, por ja dolën me sukses. Ishte një kënaqësi e veçantë, unë përveç se kam lanë dhe kam marrë eksperiencë, edhe në një intervistë tjetër përdora një term që unë hyra disi me mendje mia, po dola në një farë mënyrë edhe me një mendje të përbashkët. Isak Haraqić nga Serbia dhe Ana Maria Marić nga Bosnia, duke vlerësuar mikpritjen në Shqipëri, shpresojnë që të vazhdojë ky projekt. Është i vetmi rast që unë marr pjesë në një koncert të tillë ballkanik dhe jam i kënaqur. Ishte pak e vështirë të interpretoja muzikë shqiptare, por e kërkova vetë, pasi ju më mirëpritët. Është një nder për ne që jemi në Shqipëri, shpresoj që ky projekt të vazhdojë dhe të përsëritet. Forca Albania. Muzika ka bashkuar jo vetëm kombet, por edhe dashurinë mes çiftit Arvida Kullolli nga Shkodra dhe Admir Vraço nga Bosnia. Unë tashmë bëhen 12 vjet që jetoj në Sarajevo, kam kriju familje atje, punoj në Filharmoninë e Sarajevës, jam koncertmaestër atje violinë e parë. Unë tash është shtëpia e dytë për mua. Festivali muzikës ballkanike i organizuar nga Qendra Rinore Arka synon të kthehet në një traditë të përvitshme.